Kjo është foto e Liridonës. Për më tepër, kjo është foto e Liridonës. Nuk mundi me këshirë. Ku shihet se Liridona në dorën e majtë të saj ka pas dy zinxhir, dy bëllëzik të orit dhe një unos. Ndërën vendosket, kjo nuk është pamja e Liridonës, është vetëm pamja e dorës e Liridonës. E sheni, këtu kjo fotografi është marrë nga po mendoj nga kur ju ka bo autopsia dhe është paraqit kjo pamje se çka viktima ka pas me vete në të dy duar. Siç e shihni në këtë fotografi, Liridona në dorën e saj të majtë ka pas dy bëllëzik të orit dhe një unos të orit, ndërsa në dorën e djathtë ka pas një bëllëzik të orit. Për më tepër, këto stori cilat i ka pas bashkëshortja e juaj, janë të gjitha stori të orit, janë paraqitur këtu në foto, pasi janë largu me rastin e realizimit të autopsisë nga mjekësia ligjore. A keni ndaj përgjigje lidhur me këtë, me qenë se ju deklaruat se nuk nuk ka pas asgjë me vlerë në natën kritike, a ki përgjigje lidhur me këtë? Me fotot që i pam, që dëshmon se Liridona në natën kritike ka pas stoli të orit, ka pas gjësende me vlerë, dhe nëse ka qenë pre i grafitjes, se nuk jërë marë të stoli për çudi. Unë këtë pyetje ma ka bo edhe prokurorja, kur kom qenë në prokurori, dhe ju përgjigjim edhe juve. Në momentin e grabitjes, vetëm gjë që ka kërku, ka qenë telefonat dhe parat. Nuk ka kërku gjë tjetër.